Presidenti Amerikan Donald Trump ka uruar Kosovën për 18 vjetorin e shtetësisë së saj, ndërsa ka konfirmuar edhe mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Në letrën e nisur nga Trump, Kosova është përgëzuar për pjesëmarrjen në themelimin e Bordit të Paqes, si dhe për mbështetjen e këtij vendi në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zgjidhur problemet globale me Ukrainën, Gazën dhe vendet të tjera. Teksa marrëdhënia mes dy vendeve vazhdon të rritet, ne mirëpresim zgjerimin e partneritetit përmes bashkëpunimit tregtar dhe investimeve. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë së bashku me Kosovën për të avancuar paqen dhe stabilitetin për të mirën e përbashkët, është thënë ndër të tjera në letër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ndarë mbi $2 miliard për Kosovën prej vitit 1998. Udhëheqësit shtetëror kosovare kanë përsëritur ndër vite se Amerika është partnerja më e rëndësishme e Kosovës e se mbështetja e saj është jetike. Në këtë linjë, Kosova së fundmi është bashkuar edhe nismës së Trumpit për Bordin e Paqes, përmes së cilës SBA synon dhënien fund të konflikteve në botë.